Gjithmonë ka diçka që ti jaze gojen prindërve tu. Por edhe gjithmonë do të ketë diçka kur fëmijët e tu, ty do t'a zënë gojen. Por të shohim se çfarë na thot Kurani. Zoti ju të ka dhënë urdhër të prerë që të mos adhuroni tjetër pos tij, që të silleni në mënyrë bamirëse ndaj prindërve. Nëse njëri prej tyre ose që të dy i ka kapur pleqëria pranë kujdesit tënd, atëherë mos u thuaj atyre as of, uf, as mos u bëj vrasht ndaj tyre, po atyre thuaj u fjalë të mira. Dhe vazhdon ajeti tjetër, dhe në shenjë mirësie ule krahun tënd për ulës e respektues dhe thuaj, Zoti im më shiroi ata të dy, sikur më edukuan mua kur unë isha i vogël. Mos harroni follow, like.